70 vjeçari me iniciale AQ nga Tetova dje në mëngjes ka denoncuar dhunë të cilën e ka shkaktuar djali i tij 49 vjeçari me iniciale GQ, si dhe ka kërkuar ndjekje penale. Një ditë më parë, rreth orës 16, sipas rrëfimit të AQ-s, në shtëpinë në të cilën ka njëtuar së bashku, djali GQ ka ofenduar dhe i është kërcënuar babait të tij. Ai gjithashtu ka ofenduar edhe gruan e tij, gjithsesi nusen e AQ-s me të cilën nuk kanë pasur marrëdhënie të mira. Mënjherë zënka e tyre verbale ka kulmuar duke i kërcënuar se nuk do ta kenë mirë dhe më pas që të dy i ka dëbuar nga shtëpia, pas çka ata kanë qenë të detyruar të qëndrojnë tek të afërmit e tyre. Pak më vonë GQ është thirrur në stacionin policor në Tetovë dhe po punohet në zbardhjen e të gjitha detajeve që ndërlidhen me rastin e denoncuar. Dje rreth orës 15 në rrugën e Ilindenit në Tetovë ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin janë aksidentuar dy vetura me targa të Tetovës. Vetura e parë tipit Opel Astra të cilën e ka drejtuar 32 vjeçari me iniciale PP nga Saraqina, si dhe një veturë tipit Golf të cilën e ka drejtuar një 38 vjeçar me iniciale BI nga Pallçishti i Poshtëm. Në këtë aksident vozitësi i veturës së tipit Opel Astra përpasoi ka marrë lëndime trupore dhe me anë të një autoambulance është dërguar në spitalin klinik të Tetovës. Pas marrjes së ndihmës është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim dhe po vërtetohet shkaku, rrethanat në të cilat ka ndodhur dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në fjalë, përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 20.000 denar.